martonën për në arë ditën 19 maj, dita historische Projekt Kosovës. Herzlich willkommen in unsere 11. Mai, die historische Tag, und herzlich willkommen noch Ahmed Grejcevci, zuständig ist es für die Massaker und für die verschwundenen Menschen im Krieg von Kosovo seit 26 Jahren. Und herzlich willkommen die Frau Katharina Baumann, Großrätin von Kanton Bern, und Jasine Osmani, Stadträtin, und ist unsere albanische junge Frau, Studentin, ist sie. Und ich komme, warum ich trage gegen Fergie Schala, warum ist auch spezieller Tag, die Frauen damals, die sind sehr jung, und die hatten müssen wegen dem Regime von Serbien, die hatten müssen noch im Gefängnis gehen. Naime Sherifi, Hidayet Krasnici, Zirafete Berisha Luschai und Have Schala noch entschuldigt, sie lebt in der Schweiz, Djuke Zekai Ensemble Rugova und Agnesa Hall, Frauenstimme Schweiz, und Pat Sanchez, sie ist unterwegs, und Andrea Meyer auch entschuldigt. Selecte Dossier auch kommt, ist unterwegs. Arbana Cerici uns begleitet mit Radio Kosovo Alir aus Pristina, Kosovo. Und Studenten und Studentinnen der Universität Bern, herzlich willkommen da. Zonja dhe zotri, jam e nderuar që sot jam e pranishme në këtë organizim të shoqatës internacionale Tumbat e Paqes, 19 Maj, e ftuar nga Humanisja dhe veprimtarja e palodhur Behide Hasanaj, e cila me veprimtarin e saj dhe shpirtin human ndihmoi me qindra refugjat. Burra, gra dhe fëmijë të cilët u detyruan me dhunë gjatë periudhës së luftës në Kosovë të largohen nga shtëpit, nga dhuna të cilën e pësuan nga okupatuari serb. Behida Hasanaj ishte e gatshme që në çdo kohë të ju gjendet pranë dhe të përkra në të gjitha me të gjitha mundësitë që kishte. Zakonisht thuhet se prapa suksesit të një mashkulli qëndron një femër e fuqishme. Mirë po, në shumicën e rasteve vlerësohet vetëm mashkulli, ndërsa sakrificat e grave ngulfaten nga suksesi i mashkullit. Gjatë historisë së gjatë dhe përpjekjeve për mbijetesë, liri dhe shtet, gratë përveç sakrificës kontribuan me ngritjen e vetdijes kombëtare dhe emancipimin në të gjitha fushat e jetës. U treguan tepër të suksesshme në veprimtari që tradicionalisht u takonte burrave. Mbretëresha Teut, pas vdekjes së burrit mbretit Ilirit Agronit, bëri shumë betejë kundër forcave romake në det, prandaj njihet si mbretëresha det. Mamica motra Skënderbeut u bë këshilltare Gjergj Kastriotit, si dhe bashkëluftëtare. Bubulina, arbresh nga ishulli i Hidrës, ushqua si udhëhece në luftën kundër perandorisë otomane, kur Ali Pasha Belena përpiqej për një autonomi të gjerë. Gratë e Sulit u hëdhën në det nga shkëmbinjet, në mbrojtje të nderit nga dhunuesit e Ali Pasha Belenës. Pastaj Nora Kelmendit vrau Vuçi Pashën turk, që kishte premtuar ta bënte malsin shkrom e hi nëse ajo nuk do të bëhet gruaja e tij. Për shkak të bukurisë dhe trimërisë njihej si Helena shqiptare. Për sakrificë të madhe bëri Marigo, si Marigona, duke gjendisur flamurin e pavarësisë në Vlorë në nëntor të vitit 1912 në planin e emancipimit dhe edukimit shqiptar. Sakrificë materiale dhe rrezikim nga vrasja si dhe burgosja u bën Helena Gjika, e njohur si Dora Isria, dhe motrat
Qiriazi për hapjen e shkollës së parë me gjuhën shqipe në Korçë. Qerime Radisheva, e njohur si Shot Galica, luftoi bashkë me burrin Azem Bejt Galica dhe pas vrasjes së tij vazhdoi luftën për të kaluar pasaj në Shqipëri, ku nuk u trajtua mirë duke përfunduar në varfëri dhe mjeren për thellë. Marie Shlaku, kundërshtare e komunizmit jugosllav dhe luftare e pajepur për bashkim kombëtar, bashkë me Gjon Sereqen dhe nacionalistat shqiptar, u dënua me vdekje me njëherë pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Me mira gra shqiptare vuajtën shumë pasi humbën mira burra, baballar, vllazër dhe djem, pas masakrës së Tivarit dhe kryengritjes së Drenicës që udhëheqej nga Shaban Pullusha dhe Mehmet Gradica. Lista e grave shqiptare që sakrifikuan është shumë e gjatë, prandaj vetëm disa raste për ilustrim. Kjo sakrificë e grave shqiptare ishte brume nga i cili ne, gjeneratat e reja, gatuam kontributin ton për liri dhe bashkim kombëtar. Kush më shumë e kush më pak. Aktiviteti im filloi si nxënës e shkollës fillore për të përforcuar gjatë shkollës së mesme, ndërkaq kulmoi si studente e Universitetit të Prishtinës Dega Gjuhë dhe Letërsi Shqiptare, derisa u përgatitem si grup i organizuar pas protestave studentore të vitit 1989. Në burg shndrova në Mitrovic, ku ju nështrova një torture të tmerrshme nga sigurimi i shtetit jugosllav dhe sërb. Torturuesit, dhunuesit dhe ishin shqipfolë si Said Ismaili, Gazmet Maliqi, Zymer Zymeri, Sherafet Denajeti, Ibush Klokoqi dhe të tjerë. Aktiviteti ynë përfshinte shkrimin e parullave, shpërndarjen e pamfletave dhe literaturën ilegale dhe vetëdijsimin e popullit. Isha pjesëmarrëse në të gjitha demonstratat të cilat u mbajnë nga vitet e Athene. Përcillim lëvizjet e forcave serbe gjatë grevave, minatorëve, u solidarizuam me ta dhe u mbyllëm në sallën sportive. Pasi kemi dalë nga burgu, kam vazhduar aktivitetin ndonse e martuar dhe nën e 2 fëmijëve si antare e kryesisë parlamentare të Kosovës, bashkë me Bajrush Behramin, më parë me Ahmet Haxhiun dhe Basen Adem Demaçin. Ishte një përpjekje ime modeste për të bërë krah e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, qoftë në planin e logjistikës apo edhe për krahje konkrete bashkë me Agim Shevqetin nga shoqata Nëna Terezë në lagjën Kodra e Krimave. Kemi organizuar strehim dhe të zhvendosurve nga tërë Kosova sigurimin e ushqimit, mbrojtjen shëndetësore dhe shkollimin paralel. Kur u arrestua Ahmet Haxhiu, Bajram Behrami dhe të tjerë ndonse shtatzën për orë të tëra, ja marrë në pyetje nga inspektor sërb Nebojša Cvejić. Ishte sakrificë e gjevlla Drovcit, Fatime Hetevit, Luljeta Shalës, Hanife Malaj që na frymëzuan në luftën për kontributin ton. Pastaj gratë e familjes Jashari dhe të gjitha heroinat e luftës ishin shembull ekzemplar të sakrificës së gruas shqiptare për kombëtar dhe. Për ne që kishim burrat, vëllezërit, djemët dhe baballarët të gjallë apo dinim se ishin të vrarë në luftë apo kishin vdekur si pasojë e luftës, ishte më lehtë krahasuar me gratë që as nuk dinin më parë e as sot nuk kanë informata për fatin e më të dashurve të tyre që janë mbi 1600 të zhdukur me dhunë. Nuk mund as të paramendohen vuajtjet në për të cilat kanë kaluar edhe Mirvete Hoti, motra Ukshin Hotit, fati i të cilit nuk është ndriçuar ende. As kush nuk mund të paramendoj vuajtjet e Remzie Hazirit, grua së veprimtarit kombëtar, ishte burgosur politik dhe njëri ndër themeluesit e UÇK-s Xhavit Haziri, që ishte rrëmbyer nga forcat speciale serbe dhe ende asgjë nuk dihet për fatin e tij. Me mall për të ishte edhe nëna e tij. Doktori i UÇK-s ishte ish i burgosur politik, Hafir Shala, e rrëmbyer nga forcat serbe të vendit, kroi mbretit dhe sot e kësaj dite nuk dihet asgjë për fatin e tij. Nëna e doktor Hafirit me mall për të birin mbylli syt, kurse gruaja me shumë mund e përkushtim i rriti fëmijët pa pasur mundësi të di për fatin e një bashkëshorti dhe prindi shembullor siç ishte doktori i UÇK-s Hafir Shala. Është histori e tresht dhe e dëmshme e nënave gjakovare, Luljeta Sharani, Nusrete Kumnova, që tërë kohën vjetuan në ankth për fatin e djemve të tyre.
dhe burrat që ishin të zhdukur. Baci Bajram në Mitrovic, kohë më parë mbylli sytë për herë të fundit pa e ditur fatin e djalit që e kishte në listën e personave të zhdukur. Në Kosovë, për fat të keq, ka mira histori të tilla të dhimbjes, vuajtjes, ankthit dhe trishtimit. Shkaku se nuk sigurohen informata për persona të zhdukur dhënshëm. Në pamundësi për të përfshirë të gjithë ata që janë në listën e personave të zhdukur, si grua, si nën, si motër, si ish e burgosur politike dhe veprimtare për çështje kombëtare, shprehi solidaritet me familjarët e tyre dhe ndaj dhimbje me ta. Mirë po, duket se ky është çmimi që u dësht të paguajmë për këtë liri jo të plot, që e kemi dhe peng dhe qëllim i idealit tonë, që mbetëm gjallë të heronëve të kombit, martirëve dhe gjithë sakrifikuesve që ishin bashkimi kombëtar. U përpoqa të bëj një shëtitje të shkurtër në përhistorinë e gjatë të përpjekjeve të shqiptarëve në rrugtimin e gjatë të zgjidhjes përfundimtare të çështjes tonë, ku roli dhe kontributi i gruas del të jetë jashtëzakonisht i madh, por jo edhe i vlerësuar sa duhet. Lavdi të gjithë atyre që kontribuan për çështjen kombëtare, që nuk u ndalen pavarësisht pasojave që kishin qoftë gra apo burra. Lavdi ushtrisë çlirimtare të Kosovës, lavdi heronjëve dhe dëshmorëve të kombit, lavdi abetarës dhe kuptimit për liri, pavarësi dhe bashkim kombëtar të përjashmit Bac Adem Demaçit. Faleminderit. Zonja dhe zotëri, vërtet shumë ndihem e nderuar për pjesëmarrjen në këtë organizim të rëndësishëm. Dhe në përkujtim të këtyre ngjarjeve të dëmshme të luftës fundit në Kosovë, ku mbi 1 milion njerëz, qytetarë shqiptar të Kosovës, braktesën vatrat e tyre, u plaçketën, u vranë, u masakruan dhe përdoruan nga forcat serbe. Për ata që e njohin historinë e popullit shqiptar në ish Jugosllavi, e din mirë që ky nuk ka qenë hera e parë që këto treva pospastroheshin etnikisht nga regjimet e ish Jugosllavive. Vetëm brenda shekullit 20 janë bërë disa herë spastrime etnike të shqiptarëve, dëbime, masakra dhe represaliet të përmasave gjenocidale. Unë vi nga një familje që 3 herë gjatë këtij shekulli janë dëbuar nga vatrat e tyre dhe dhunshëm janë dërguar për në Turqi. Në vitin 1912, familja e nënës time është dëbuar nga fshatrat e Kosovës dhe janë dërguar dhunshëm për në Turqi. Ndaj me ju një rrëfim të shkurt të gjyshës time, e cila tregonte rrugtimin disa javor të saj dhe të familjarëve nga Kosova për në fshatrat e larta të Bafrës, një territor në pjesën e Turqisë, diku në kufi me ish Bashkimin Sovjetik, përkatësisht në tokat e armenëve, vende që po ashtu ishin dëbuar nga trojet e veta nga ish Perandaria Osmane. Nga ky rrugtim disa javor, gjyshja rrëfente se nga 50 anëtar familjes, vetëm 15 mbijetuan, gjithë tjerë vdiqën trupës, nga uria, nga moti keq dhe nga smundjet e ndryshme. Në vitin 1956, ta kem parasysh që ky udhtim ka qenë udhtim i njerëzve që kanë udhëtuar nga Kosova deri në ato treva që dikun kanë kalu mbi 2000 kilometra në kom. Do të thonë me qere, me kafsh, kanë udhëtu me javë të tëra 2000 kilometra në kom. Në vitin 1956, familja babait tim nga Prishtina, nga regjimi i atëhershëm i Tito Zerankovicit, familjes ju pushkatuan 3 djemtri dhe nga ky regjim gjithë familja u shënjestrua dhe u detyrua, pasi u plaçketën dhe ju konfisku pasunia, u detyrua të dëbohen dhunshëm për Turqi. Prindrit e mi, nëna ime, e lindur në Turqi nga familje dëbuara kosovare, u martua me babain tim, i cili po ashtu ishte dëbuar nga regjimi 1956. Të gjithë shqiptarët Kosovës, në vitin 1973, babai im, i cili kur nuk u pajtua me fatin e emigrantit në Turqi, vendosi të kthehemi në Kosovë. Kështu, ne fëmijët e tyre u kthyem përsëri emigrant të rinj në Kosovë, duke u ballafaquar me diskriminim
të mohimit shtetësive dikon rreth 9 vite ne kemi qenë pa fare pas një dokumentit evidencës që ekzistojnë dikon. Në vitin 1981, unë isha prezente dhe pjesëmarrëse demonstrata arbitit të demonstratave të atëhershme studentëve, ndërkaq që në vitin 1984, në moshën 16 vjeçe, jam burgosur nga regjimi serb, jam maltratuar dhe jam dënuar me 5 vite burg, po kam mojtë të 6 vjetë. Në vitin 1999, përkatësisht me 24 mars 1999, bashkë me 3 fëmijët e mi të vegjël u detyrova me u largu për në Turqi, me qindra kosovar të tjerë. Të dashur pjesëmarrës, mos të harrojmë që vetëm gjatë këtij shekulli, do të thonë shekullit 20, me mia shqiptar, dikon thuhet rreth 5 milion shqiptar, prej deportimeve jetojnë aktualisht në Turqi. Krejt këto deportime ngërthejnë në vete një kompleks të dhëmshëm, pasojash që kanë ndikuar direkt në jetat e njerëzve, të dëbuar nga votrat e tyre dhe në jetat e brezave që kanë pasuar më tej. E nderuara zonja Belide Hasanaj, në emër të gjithë familjarëve të mi, që u prekën ndër breza nga këto pasoja të luftra dhe në emër të timin personal, falenderoj nga zemra për krejt aktivitetin tënë, tuajën si organizohet, dhe misionin fisnik që e keni për t'i ndihmuar të organizatës Plumbat e Paqes në Mërtmaje, për t'i ndihmuar refugjatët dhe njerëzit në nevojë. Zoti ju bekon. Unë jam Hidayete Kelmendi Pasniqi. Të ndërruar organizatorë të kësaj ngjarjeje të ndërruar të pranishëm. Me kujtim të ngjarjeve të rëndësishme historike, siç është ajo e luftës së fundit me Kosovë e periudhës së vitit 1998-1999 dhe përmbledhjet e ditës së refugjatëve të Kosovës, dua të ndalen në pika të shkurtra në periudhat kryesore të shpërndurjeve të shqiptarëve në Ballkan, në mënyrë specifike të shqiptarëve të Kosovës. Por, para se të ndalem në shpalosin kronologjike të ngjarjeve historike të dhëmshme të kombit tim, do të falenderoj përzemërsisht Organizatën Internacionale për Plumbat e Paqes 11 Majin e Bern. Dua ta falenderoj në emër timin të familjes time, themeluesen e kësaj organizate humanisten dhe zonjën e nderuar Belide Hasanaj. Për krejt aktivitetin e saj, shumë vjeçar humanitar në ndihmë të drejt për drejt për të gjithë refugjatët që gjeten mbështetje nga ajo gjatë luftës së fundit në Kosovë. Të nderuar pjesëmarrës, shqiptarët e Kosovës përgjatë historisë janë përballur me disa valë të mëdha deportimesh të dhënshme, shpërmbuljes të nxitura, kryesisht nga shtypja politike, përsekutimet etnike dhe luftrat e pandërprera. Periudhat më të rëndësishme të shpërmbuljeve masive të shqiptarëve janë periudha e luftës ruso-turke e vitit 1877-1878, ku pas përfundimit e kësaj lufte dhe nënshkrimit e traktatit të Berlinit të vitit 1878, mijëra shqiptarë u dëbuan nga Sanxhaku i Nishit, Leskovcit, Pirotit dhe këto krahina me të gjitha vendbanimet e tyre kaluan plotësisht në nxundimin e Serbisë. Kjo popullat përgjithmonë u vendas gjithandej nëpër Kosovë, të cilët u njohen si muhaxhirët e Toplicës. Në Prishtinë ka mbi 147 vjet që ende ekziston lagja e cila njihet si lagja e muhaxherëve, ku prej atëherë jetojnë shqiptarët e dëbuar nga Toplica, të cilët bartin mbiemrat e toponimeve të vendeve prej nga e kanë periudhën. Pastaj është periudha e pas luftrave ballkanike, vitit 1912-1913. Me kushtimin e Kosovës nga Serbia dhe Malizi, ndodhi një spastrim i madh etnik dhe shumë shqiptarë të detyruan të largoshin drejt Shqipërisë ose Turqisë. Me që rast ndodhe masakra dhe dhunë e rënd ndaj popullsisë shqiptare me ish Jugosllavi. Periudha e mbretërisë së Jugosllavisë, viti 1918-1941, njihet si periudha e politikave kolonialiste serbe dhe malazeze, e cila u shoqërua me presion dhe dhunë për të detyruar shqiptarët të shpërmbulen nga trojit e tyre. Një numër i madh shqiptarësh emigruan sidomos drejt Turqisë përmes marrëveshjeve jugoslavo-turke.
Periudha pas luftës e dytë botërore vitin 1945-1950, në regjimin e Titos vijuan shpërnguljet e shqiptarëve drejt Turqisë. Shpërnguljet ishin të organizuara përmes marrëveshjeve me shkrim të Jugosllavisë dhe Turqisë, ku shqiptarët regjistrashin si turq, shumë e dhënshme. Periudha e viteve 1960-1980, vazhdimi i represionit politik, social dhe ekonomik, e njohur si periudha e Aleksandar Rankovićit, apo si njihet edhe si periudha e mbledhjes së armëve. Kështu që emigrimi drejt Turqisë dhe Evropës perëndimore, sidomos Gjermanisë dhe Zvicrës, urret për arsye ekonomike, por edhe më shumë për shkak të diskriminimit të rënd politik në baza etnike, burgosjeve, ekzekutimeve dhe dënimeve drakonike të shqiptarëve në Jugosllavi. Unë jam dënuar politike në vitin 1984 si nxënëse e gjimnazit 11 Maj në Kej, tash është Vedrejt e Jani. U dënua në maj të vitit 1985 me 3 vite e gjysmëbor. Me grupin më të madh të prej të rejave shqiptare që ishim 7 vajza dhe 2 djemë. Grupi ka qenë me emrin Ideali. Në fund periudha e luftës së Kosovës, viti 1998-1999, kjo ishte vala më e madhe dhe më e shpejtë e shpërnguljes së shqiptarëve. Rreth 1 milion shqiptarë u debuan nga Kosova gjatë luftës, sidomos gjatë masakrave dhe debimeve të ushtrisë serbe në pranverë në vitin 1999. Deportimet ishin në drejtim të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Aty u mbretën kampet të mëdha të refugjatëve, kur shqiptarët e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut hapën zemrat dhe dyert e shtëpive për shqiptarët e Kosovës. Një pjesë e madhe e tyre u shpërndan në botë dhe vende të ndryshme të Europës, në Turqi, në SBA, në Kanada e deri në Izrael, Australi dhe Zeland të Re. Shumica e shqiptarëve të deportuar u kthyen në Kosovë pas ndërhyrjes së forcave të NATO-s, por shumë të tjerë mbeten si refugjatë dhe ende jetojnë atje nga janë shpërngulur. Gjatë kësaj periudhe kam qenë edhe unë vetë shpërngulur me dhunë, me djalin tim 1 vjeçar Burak Kurçin, e shpërngulur nga Prishtina në Maqedoni e pastaj në Danimarë. Dhe pas shpalljes së pavarësisë që u çlirua nga e madhja ushtria qeverimtare e Kosovës, jam kthyer pas 5 muajve prapë në Kosovë. Faleminderit për kohën që ndat për të më dëgjuar. Respekt për ju. Tani rada është për Zyravjet e Gushajt. Të dashur miq, të dashura motra të vëllezër, të dashur mërgjimtar dhe të dashur ju të pranishëm. Me lejoni që në emrin tim dhe në emrin të familjes time ju përshëndes me zemër. Unë kam ardhur sot nga qyteti Deçanit, nga Dugargjini i Kosovës, për të përgjigjur ftesës së zonjës Behite Hasanaj, organizatore e këtij manifestimi të rëndësishëm dhe historik. Themelues i shoqatës për humbat e lirisë 11 Maj këtu në Bern. Unë kam emocion të dy fisht sot. Pse? E them këtë sepse për herë të parë po flas nga kjo folklore nderuar. Po flas para mërgjimtarëve të cilët janë pjesa më e rëndësishme e Kosovës. Janë krahu i gjatë i joni dhe pjesa më e dhimbshme. Pse e them? E them sepse është vështirë për ne të zgjohemi në mëngjes dhe mos që kemi ju afër. Unë jam sot këtu për të mbajtur, jo për të mbajtur fjalim, por për të mbajtur fjalën. Jam njëra nga ato vajzat ilegale të lëvizjes studentore të vitit 1981. Atëherë ishte thirrja, atë dhe unë rrezik. Ne studentët donim ndihmonim diçka, të lëviznim diçka, bënim lëvizjen e situatës dhe bëm rezistencë me grushta. Atëherë kur rezistenca ishte pothuajse e ngrirë dhe për të ndryshuar historinë e të qenurit rob. Demonstratat e vitit 1981 dolën të fituara politikisht dhe moralisht në të gjitha trojet shqiptare dhe mbar vendin.
Dikur thuhej se burgu është për burra, mirë po vajzat ilegale, të rritura në familjet tisnike, u përplasin pa mëshirë me forcat serbe, u maltretuan njësoj si burrat, por edhe qëndruan të forta njësoj si burrat. Prandaj edhe thuhet burnesha. Të frymzuar nga gjeneratët para nesh dhe nga shumë vite më herët, ku shumë emra të mëdhej shqiptar bën rezistencë, ne ishim në vazhdimsi për mos u asimiluar dhe bën përpjekje që ta ruan identitetin kombëtar, siç ishin vëllezërit Gërvalla, Kadri Zeka dhe shumë emra të tjerë në vazhdimsi. Faleminderit zonjës Behide Hasanaj. Dashuria ndaj vendit është emocion i vazhdueshëm, që do të thotë ne duhet ta duam për ditë dhe jo të themi e kam dashur dikur se s'po kam kohë. Unë jam së këtu dhe nxehtësinë e profesorit dhe jam përpjekur ta bëj me nder detyrën, sepse akoma e dua vendin tim ashtu siç e doni edhe ju të gjithë padyshim. Faleminderit. Lumt. Atëherë, një njoja është vlerë, dhe gjithë mund të japin ata që kanë vlerë. Faleminderit. Shëndetje gjithëve. Faleminderit motra jonë në zënë këtu. Jam shumë i lumtur që sot jam pjesë e këtij aktiviteti për të falenderuar, për të nderuar dhe për të vlerësuar motrën tonë fojane, humanistën dhe aktivistën e nderuar çështjes kombëtare shqiptare zonja Behide Hasanaj. Nuk të të zgjasë tjetër të përshëndes gjithë. Ich bin Agnes Hohl, ich bin Präsidentin der Frauen für den Frieden Schweiz und die Frauenstimme ist unsere Zeitschrift, wenn wir es benannt. Aber es ist auch schön so. Wir sind schon ungefähr 45 Jahre alt, ein Produkt der Friedensbewegung und setzen uns ein für eben, dass möglichst die Gewalt abnimmt, nicht leider wie heute meistens zunimmt. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann auch Kontakt aufgenommen mit der Behide Hasanaj, die ja Ähnliches will. Und gerade bei den Flüchtlingen ist es ja besonders wichtig, dass man die Geschichte kennt und sie auch aufarbeitet. Und darum, wie gesagt, freue ich mich, dass ich hier sein kann. Ju përshëndes gjithëve, ju falenderoj Gazena për pjesëmarrje. Për mua është befasi sepse më të vërtet kisha përgatitur diçka për zonjën Behide, sepse për historinë e refugjatëve, historinë e vujtjes popullit tonë, Kosovës prej qindra vite u tha në mënyrë argumentative nga njerëz eminent nga Kosova, kështu që unë nuk po e zgjas, po flas pak fjalë nga zemra, nga thellësia e zemrës për humanistën e madhe Behide Hasanaj. Njitëm që shumë vite me te, por kër e kemi themelu shoqatën këtu pëllumbi i paqes, unë kam qenë iniciator që t'ja japim emrin pëllumbesha e paqes. Mirë për në gjuhën Zizrane t'i lënë të pak që u diqëm se ishte vështirë të përkthehej, po thash kjo e meriton një epitet të tillë, sepse puna dhe kontributi i zonjës Hasanaj është më të vërtet, ju e dini të gjithë, është i veçantë. Ne si shoqat humanitare në Lucern të Zvicës bashkë me bashkëpunëtorin tim shumë të vlerësuar, Gjafer Zishin, kemi marrë këshilla dhe shumë të mira nga puna dhe drejtimi i saj. Një mund ta them sepse mund deri nesër në këtë kohë të flas për të, por një mbledh të gjitha. Zonja Behide nuk mund mi thonë zonjë, por do t'i them humanistja e madhe. Kjo shkon drejt rrugtimit njerëzor që për ne shqiptarët të Kosovës, Shqipërisë dhe të gjitha trojeve është një shembull se si punon për të mirën dhe për dhimbjen e popullit të ret. Prandaj nga zemra, në emër të familjes time, të gjithë që e njohim e falenderojmë, i dëshirojmë shëndet, mbarësi e mirësi zonjës Behide Hasanaj, që Zoti t'i ndihmoj këtë rrugtim të jetë shembull për gjithë ne, se si duhet të ndihmojmë njëri tjetrin.
Të Behidja nuk ka ekzistu njeriu raca apo ngjyra. Kjo të gjithë njerëzit i ka trajtu njëjtë, prandaj me një fjalë e ka qunë në vend amanetin, ka tregu që është bia e Nanës Tereze, bia kombi shqiptar, edhe një njeri me zemër të madhe. Pas shëndet, zonja Behide. Gjitha të mirat me gjithë, ka me ndërës të Përshëndetje në gjithë të pranishëm këtu, ne të qëtimi në fakt më gjenerës, do të kolegit e mija që falen para meje, i thanë të gjitha që që mund betë shumë pak që s'plak. Dhe të shtrohen pak rrët luftës e fundit në Kosovë, krimit dhe genocidit që është bërë nga forcat paramilitare sërbe, do të thotë ne sot këtu jemi edhe me një ekspozit. Falenderit Zonja Behide që në ka mundësu që të marrë këtë ekspozit të sot, i të regojmë vllazërit tonë, motrat tonë, po dhe miqve tonë zvicran që në Kosovë është kryer krim dhe gjenocid. Do të thënë, çdo vullje ka dhimbjen e vet. Po dhimbja më e rëndë është çështja e personave të zhdukur. Persona të zhdukur fill pas lufte Kosova pati 5.560 persona. Gradualisht të gjitha ta persona përveç 1.050 që u kthyn nga burgjet serbe, shumica meten nëpër burgje të zhdukur nga dora administrative dhe komanduese e shtetit serb në mënyrën më të justifikuar, do thotë, dhe pjesa tjetër në përvarreza masive duke nis Batajnic, Petrovacel, Bajna Boshe, Peroqac, Nizhevak, Rudnic, Shtavel e tutje sot do t'jenë edhe 11 që janë ende në varrit dhe shteti serb ende nuk e gjan një lirohet nga nacionalizmi dhe do të të genocidi i saj që të tjetë pak human që të ofronë vend varretat dhe t'i kthen ata trupat të cilët ende pushojnë në tokën serbe. Krimi dhe genocidi në Kosovë ishte paramenduar shumë mirë duke u nisur qenë nga Vasa Shëlliloviqi dhe shumë tjerë të planifikuar në mënyrë akademike shkencore për likvidimin, debimin, zhdukjen e shqiptarëve, duke u nisur nga gjuha, besimet, edhe nga kultura, nga pasuria, nga gjitha këtu ju përgatit me shekuj nga shteti sërb. Ne sot jemi me një ekspozit të vogël këtu, të këngjarë dhe të foto, ne posedojmë një material bukur të madh të konsiderueshëm për krimin dhe genocidit sërb, por edhe për ata që e kryin krime, sepse dihet se personi që e kryen, që ka kryer krimin ka emër e mbi emër, po ka edhe shteti emër, që është vetë Serbia. Nuk do është të ashtoj ma shumë që tu ma markuhën, mund të hyni në YouTube, do t'i shihni të gjitha këtu, ju falenderoj shumë sot që jeni edhe ju vllazër dhe motra, po dhe miqtanë zvicran që sot morrin pjesë në këtë ekspozit, por kjo është mundësuar nga motra jonë Behide Hasanaj që sot jemi këtu. Faleminderit gjithëve, uroj shëndet dhe suksese. Herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung hierher. Sie fragen sich bestimmt, warum eine Schweizerin hier aus der Region an diesem Anlass teilnimmt. Sigurisht që e pyetni vetëm pse një grua nga ky region merr pjesë në një takim të tillë. Und wie Behide gesagt hat, haben wir uns kennengelernt. Ich bin Grossrätin vom Kanton Bern, bin politisch aktiv und ich engagiere mich privat für ein Projekt in Burkina Faso schon seit 18 Jahren. Unë thot jam politikane, jam deputetin e lartë në Bern këtu, që ju ka tregu Behidja, dhe ashtu po unë kam një projekt në Burkina Faso, të cilin e udhëheq privat. Und da habe ich eben Behide kennengelernt, wir haben uns ausgetauscht und wir haben festgestellt, dass wir viele gemeinsame Geschichten, Gedanken über das Leben, über die Situation auf der Erde, über Frieden, über Politik und was auch immer teilen. Dhe aty e kontaktuar Behidën dhe
i kemi ndru mendimet edhe bisedimet tona, kam vrej që kemi shumë të ngjashme dhe kemi shumë çka për cilat mund të flasim edhe më shumë. Als Frau in der Schweiz aufgewachsen, ist es für mich ja kaum vorstellbar, was Sie alles erlebt haben und was Sie mitmachen mussten. Si grua e cila është rritë këtu në Zvicër është e pa mendueshme se ç'është i kuptoj gjithë atë që kanë përjetuar këtë motra e vëllezërit. Aber mein persönliches Leben hat mich so geführt, dass ich eben auch in meiner Schweizer scheinbar Sicherheit verschiedene schwierige Stationen erlebt habe. Dhe jeta ime personale si qytetare e Zvicrës më ka treguar se ka stacione të ndryshme në jetën edhe këtu në Zvicër. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich ein offenes Herz habe für alle Menschen, alle Kulturen und ich genieße es, gemeinsam mit Menschen unterwegs zu sein. Prandaj unë jam krenore që kam një zemër të madhe dhe I pranoj të gjitha kulturat edhe të gjithë njerëz të botës. Bevor ich in die Politik eingetreten bin, war ich 8 Jahre Laienrichterin. Para se të kaloja në politikë, unë kam qenë gjykatëse. Das hat mich in eine Welt von Justiz und Gefängnissen geführt, wo ich mich auch gefragt habe, liegt es an mir zu richten, zu urteilen, wem welche Schuld zugesprochen wird, weil irgendwie auch viele Täter auch Opfer sind, sonst wären sie nicht Täter geworden. Dhe më kanë të lunë në një botë të drejtësisë në të cilën është dashur të mendoj për secilin veprim veç e veç, a thua është e duhun, a është e meritume, a s'është e meritume, apo ja bona me drejtë apo pa drejtë, sidoqoftë jurisdiksioni është diçka tjetër edhe aty do të veprohet sipas ligjit. Und in dieser Zeit habe ich begonnen, wo ich überall hinreisen durfte, durch die ganze Welt, versuchte ich Gefängnisse zu besuchen und Kontakt aufzunehmen mit Personen aus der Justiz in diesen Ländern, so zum Beispiel in Rumänien, in Bulgarien, in Süditalien, eben in Burkina Faso, letzten Sommer in Alaska und ich habe durch all diese verschiedenen Länder rund um die Schweiz oder eben auch weiter entfernte Länder die verrücktesten Geschichten kennengelernt. Dhe kështu që si para se me kalu në politikë, pra kom bëhu udhime të ndryshme, kom pas tentativa të takoj njerëz që kanë qenë të dëmtuar, po edhe kom marrë organizime të kontaktoj edhe jurisprudencën, gjykatësit, a kanë vepruar, s'kanë vepruar drejt, megjithatë unë kanë kalu disa shtete që ta Rumanien, Bullgarien, në Burkina Faso edhe në Alaska, po unë kom pas dëshirë që të kontaktoj edhe njerëz që I kanë vujt dënimet, po edhe sistemin juridik tyne me gjykatës jeshtë. Për me po diferencën e asaj se ku edhe çka muj me po. Edhe kom dëgju lloj historie të ndryshme, çuditshme. Leid und Ungerechtigkeit ist auf der ganzen Welt und in allen Kulturen enorm groß und oft sind wir Frauen die Personen, die zuerst zu den Opfern gehören. Nicht nur Frauen, aber eben häufig wir Frauen. Vujtja dhe drejtësia janë zakonisht dy gjëra që sidomos neve grave edhe na jemi pjesë aty pjesë, kështu që nuk di çka t'ju them për këtë. Thjesht ajo më ka ngrit që veprojnë këtë drejtim. In Burkina Faso ist aktuell kein Krieg, aber es sind immer wieder Militärputschs. Në Burkina Faso nuk është luftë, po është puç ushtarak, që gjithmonë zakonisht mundohen njëri tjetrin me rëcu, ato janë forcat e tyre që I pasin. Und das System dort ist sehr unstabil. Nur 3% der Bevölkerung hat überhaupt einen Lohn. Die anderen alle leben von dem, was eben gerade mit einer Kuh oder einer Ziege erwirtschaftet werden kann und auf einem sehr tiefen Niveau. Domethënë sistemi I atij në Burkina Faso është qaç jo stabil, ku vetëm çdo I dyti, I treti
ka një pagë që merë, ndërsa të tjerët jetojnë me një dhia, me një lopa, me një tjeshtë, nuk ka sistem stabil politik, po duhet se cili për vete me organizuar ka flumat. Und was ganz traurig ist, in Burkina Faso gibt es nicht nur Gefängnisse für Erwachsene, es gibt eben auch Gefängnisse für Kinder. Und Kinder landen im Gefängnis, ohne eigentlich eine Straftat gemacht zu haben. Das reicht, dass man auf einem Markt irgendetwas Kleines gestohlen hat. Und wenn niemand da ist, der da verteidigt, landen vor allem Jungs im Gefängnis. Und das kann bis zu 5, 6, 7 Jahre dauern, weil niemand kommt, um sie abzuholen. Burgosur ka shumë, po për post të rriturve, ka edhe shumë fëmijë burgosur të cilët e kanë bërë në delikt bagatel, shumë vogël e ka vjedhë në diçka në bazar ose diçka, dhe vinë e marrin edhe gjendet në burg, mbetet në burg 50 vjetë derisa të vjen dikush me e marrë në tjerë, nëse s'ka kush e mbru. Hier in der Schweiz arbeite ich als Lehrerin in einer Sonderschule. Das ist eine Schule für normal begabte Kinder mit ganz schwierigen sozialen Hintergründen. Këtu në Zvicër do të punoj si mësuese në një shkollë për fëmijë të zgjuar që kanë prapavijen e vështirë, thjesht njerëz që s'kanë ndoshta gjendjen sociale nuk e kanë kërkuar ose diçka kryesurje në atë shkollë. Also ich habe Schüler, die sind sehr gewaltbereit. Ich habe einen Schüler, der ein Tötungsdelikt gemacht hat mit 12 Jahren. Ich habe mehrere Schüler und Schülerinnen, die Vergewaltigungsopfer und Vergewaltigungstäter sind. Und das ist eine offizielle Schule in der Schweiz. Ajo është një shkollë oficiale në Zvicër, po unë aty kam nxënës të cilët kanë bërë dhunime, nxënës të cilët kanë vrarë, nxënës që nuk janë në gjendje normale në sistem. Absolut janë fëmijë cilët i kanë bërë ato gjëra, po megjithatë ajo është një shkollë oficiale për në Zvicër që do të thotë Zvicra ju jep mundësinë me rehabilitimit edhe një herë, edhe pse kanë bërë gabime, me një mënyrë me i përmirësu me këtë Europa. Und diese Erfahrung hier in der Schweiz hat mich dazu geführt, dass ich eben auch in Burkina Faso versucht habe, Kontakt aufzunehmen mit den verantwortlichen Personen von diesem Staatsgefängnis, das ich mehrmals besucht habe, um Essen zu verteilen. Edhe kjo do të ka shtyr që të marrë kontakte me burgun e Burkina Fasos, me organet e burgut në Burkina Faso, edhe kom marrë shumë herë kontakte, kështu që kom pas mundësinë ju shpërnda ushqim disa herat me burgosun. Und ich bin sehr dankbar, heute so weit zu sein, dass der Bau gerade stattfindet, um ein Knabenheim zu schaffen, zwar hinter Mauern, aber ein Haus zu bauen, wo diese Kinder, die eben eigentlich keine Straftaten gemacht haben, dort verbringen dürfen und nicht in einem Verlies. Man kann es nicht anders sagen, das Kindergefängnis ist einfach ein Loch, ohne Decken, ohne Spielzeug, nichts. Es ist ein Loch, wo 20 bis 50 Jungs auf engstem Raum leben müssen. Und jetzt haben wir die Chance, dass ein Zuhause für sie gebaut werden kann. Edhe jam shumë e gëzuar dhe që kemi pas sukses me një projekt që të ndërtojmë një shtëpi e të nxjerrim ata të burgosur të cilët nuk kanë bën faje, le të jetojnë me një shtëpi tjetër, edhe pse mas murit, në të kuptimin klasik, mas perdeve, po megjithatë edhe ata kanë të drejtë të jetojnë një jetë pa brengë. Und warum erzähle ich euch das? Ich denke einfach, über die ganze Welt brauchen wir Menschen, die Zivilcourage haben, die aufstehen und mutig einen nächsten Schritt gehen. Pse po ja shpjegoj këtë? Po ja shpjegoj se ne kemi nevojë për njerëz që kanë kurazh të madh, njerëz të guximshëm, të cilët qohen edhe veprojnë. Ich bin überzeugt, Mut brauchen wir überall. Mut braucht es in ihrer Heimat, Mut braucht es in Burkina Faso, aber Mut braucht es auch hier in der Schweiz, wo nicht alles nur immer so glücklich läuft. Unë do të jam e mendimit që guximin
ju duhet kudo që të shkoni, ju duhet në dheun tuaj, ju duhet në Burkina Faso, po në duhet edhe këtu në Zvicër. Se pa të mos guximin me boni hap, nuk bëjmë kur që. Kështu që guximi është aja që duhet jetë patjetër. Und ich möchte schließen mit einem kurzen Zitat von Corrie ten Boom. Sie ist eine Jüdin, die mehrere Jahre im KZ war und dort überlebt hat. Und sie sagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Unë të përduhe me përfundu për me një citat një zures që është jahudi, që ka qenë në burgjet e nazizmit në atë kohë dhe ka mbijetu, e thëtë, guximi është frika që e kemi lutë. Në thëtë, guximi është frikë që jemi lutë. Und das ist immer wieder etwas, was mich motiviert, weiterzumachen, auch wenn es manchmal ein Schritt vorwärts und 2 Schritte rückwärts geht. Edhe kjo më ka motivu gjithmonë, edhe pse ndoshta nga një herë një hap përpara 2 mbrapa, po megjithatë gjithmonë ka motivuar. Und Sie spüren, ich denke auch immer wieder, egal was das Leben uns bringt, hören wir nicht auf, auch einen gewissen Humor zu haben. Edhe unë mendoj thëtë që edhe pa marrë parasysh ka do të na sjell jeta, unë nuk do të ndalem, po do të kem humor prapë. Weil das hilft uns, das Herz offen halten und das brauchen wir alle. Se ne kemi nevojë ta kemi zemrën hapur, e këtë na duhet, kjo na duhet gjithë. Ich spreche Ihnen allen meine tiefe Achtung aus. Ich bedanke mich für Ihre Offenheit und ich hoffe, dass ich das noch schriftlich irgendwie nachlesen darf, was Sie erzählt haben, und ich teile gerne mein Herz mit Ihnen. Unë ju falenderoj shumë juve për deklarimet e hapura, natyrisht se ai që I ka përjetu I deklaron hapur gjithsesi, edhe jam shumë mirë njohse që keni ardhur deri këtu, po shpresoj që ndoshta në të ardhmen do ta lexoj për këtë edhe në gjuhën time. Wir sind hier 2 Politikerinnen. Jasime ist im Stadtrat von Bern, ich im Kantonsrat vom Kanton Bern. Und jemi 2 politikone, Jasime do të është në kuvendin komunal të Bernit, ndërsa unë jam në kantonin e Bernit, e kjo I bie sigurisht parlamenti jonë edhe në komunën e Prishtinës. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir beide und andere auch, überall wo wir sind, dass wir unsere Herzenshaltung mitnehmen, unsere Werte mitnehmen und Menschen, die Gefahr laufen, zu vergessen, immer wieder zu erinnern. Herzlichen Dank. Edhe unë thot po besoj që ato që thatë ju do ta marrim me vete në zemrën tonë, edhe sigurisht që do t'ja tregojmë ose do të bisedojmë. Në emrin të Këshillit koordinues të stacione familjare për ulëmtimin e personave të dukur dhe krimet e luftës, ndajmë ose jep mirëje Katarines për mikpritjen dhe ndihmën edhe të refugjatëve shqiptarë dhe mbar botës që gjenden në shtetin serb. Uroj që të kesh shëndet, të ketë mirësi, uroj që Ketrin së shpejti na viziton Kosovën. Faleminderit. Unë jam Jasime Osmani, jam 26 vjeçare edhe jam shqiptarja e parë deputete në Bern. Jam votu nëntorin e fundit. Edhe kam njoftuar të jetë mbehite të një restorant të marrë shkrimi për një projektin tem. Unë jam e Maqedonisë, edhe nuk jam e Kosovës, do me thonë s'kam pas kur. Do me thonë, nes kene përjetu luft, ama I na shtyp edhe na Maqedoni, është për herë kur hi Maqedonim shajnë, se nuk di me folë Maqedonisht. Kështu që shumë mirë që keni ardhë, faleminderit për organizimin, edhe shumë keni prek. Kisha lot, shumë faleminderit që keni ardhë, edhe për du me u pa pet në Zvicër, edhe unë njoftoj edhe unë më ardhë edhe njëherë, kam e folë me studentat shqiptarë, për me ardhë edhe njëherë, edhe faleminderit që qeni këto, edhe shpresoj gjithë mirat, edhe mirë që nuk harrojmë se që nga ka ndodhë juve njerëzve Kosovës, edhe qështu, gjithë mirat që bëjë. Një mirëjohje e kam për shësien,
që ka do kontributin e vetë, ju vetëm për vetën, por ka do për mbarë shqiptarë që jetojnë në Zvicër, po dhe për ne që jetojnë atë. Të rojnë shëndet dhe suksesisht. Zori të sa ori këtë. Als ich hatte ja mehrere Sachen gemacht, dafür müsste ich Ich bin zwar Albaner und ich sage nicht Kosovo-Albaner, nicht aus Mazedonien, nicht aus Serbien. Ich bin ein Albaner, der lebt im albanischen Boden. Dass die Feinde uns zerlegt haben in 6 Staaten, das sollte jeder wissen. Das ist aber nicht heute, sondern das ist über 500-600 Jahre lang. Und ich kann beim besten Willen nicht sagen, ich bin Kosovar. Ich stamme zwar aus dem Gebiet Kosovo, aber ich bin eine Albaner. Und das ist eigentlich Zeit, dass jeder in der ganzen Welt versteht, wir sind Albaner. Ich lebe in Mazedonien, ich in Serbien, der andere lebt in Montenegro, in Sandžak. Aber wir sind Albaner. Ich kann ja nicht von dem Haut gehen. Das kann ich auch albanisch sagen, wenn ihr möchtet. Ich bin einer der Opfer, genauso wie die Damen. Und so. Ich war Student 51er Jahre und ich bin der Mensch, der zweiten Teller runtergefallen lassen hat und dort hat begonnen. Ich bin aber seit 90er Jahren, ich musste weg. Es wurde das ganze Schulsystem zugemacht und sollte nur, dass wir Albaner sind, mussten wir nicht in Muttersprache lernen. Und das ist der Schrei von ganzen Inneren. Warum sollte jemand nicht in die Schule Muttersprache gehen? Warum? Und dafür brauchen wir unsere Freunde, Schweizer, Deutsche, Österreich. Alle sollen wissen genau, was es passiert. Das ist nur ein ganz weniges, was die Damen hier dargestellt haben. Glauben Sie, es ist viel, viel mehr dahinter. Und ich denke, wir sind Europa. Wir sind Europa. Wie sollte Europa sein ohne die ältesten Stadt, Illyricum war ein Imperium. Davon gibt es nicht. Tani ftojmë për pranimin e certifikatës Gjafir Zëqire. Ju përshëndes gjithëve, të falenderoj shumë zonja Vehide. Vehiden e kemi njoftuar që nja 16 vjet. Kena punu bashkë në shoqatën e Nënës së Tërës. Plotësisht mund të vazhdoj të jem edhe atje aktiv po edhe këtu. Vehide është një zonë e cila punon pa lodh. I dëshiroj shëndet e punë të marrë në vazhdimsi. Dëshiroj që këto ngjarje që populli shqiptar ka përjetuar të mos i përjetoj asnjë popull tjetër në botë. E falenderoj shumë Zvicrën për ndihmën që na ka dhënë, për stërmimin që na ka dhënë, për ditët e para kur kena mërë këtë shtet. Shumë faleminderit. Tani ftojmë Markus Kaufmann. Also du kurz, ich bin seit einem halben Jahr mit Peter zusammen, also im Büro, so meine ich das. Und ich musste sehr viel lernen, es ist eine ganz andere Mentalität. Aber ja, ich bin diplomierter Diplomhersteller, wie ich das sehe. Ja.
viele Sachen gemacht, es gibt viel aufzuräumen, es gibt viel zu entwickeln und es ist noch ein weiter Weg, denke ich. Aber wir schaffen das. Ja. Danke. Ja, danke. Bis miteinander. Ich werde mich und meine Schwester hier als Mitglieder der Afrika-Diaspora hier vorstellen mit einem Schweizer, William Jus. Sagt Ihnen etwas, dieser Name, William Jus. Er ist ein Schweizer Politiker, 1921. A ju thot kjo e më në diska, thot jo, kjo është një politikani cili në 21-shën 1821 in Schaffhausen geboren. I lindën në Schaffhausen. Und am 6. November 1900 gestorben. Warum nennen wir diesen speziellen Menschen heute? Es ist weil er ist der erste Politiker in der Schweiz, er war ein Nationalrat, der eine Motion im Parlament gebracht hat. Ajo është një njeri që ka qenë delegati I parlamentit edhe e ka prunë një nocion, e ka vunë jetë në parlament, njeri ju I parë që ka punë. Und diese Motion geht Sklaverei zu enden. Ai nocion ka qenë në përfundimi I sklavërisë. Er hat noch eine zweite Motion gegeben, dass Kinder dürfen nicht mehr missgebraucht werden. Dieser Mann, wie ich vorher gesagt habe, war am 6. November 1900 gestorben. Und wir haben unsere Nationalplattform Afrika Diaspora auch an dem gleichen Datum, 6. November 2010. Weil wir mussten die Ehre für diesen Mann geben, weil er hat eine sehr große Motion im Schweizer Parlament gemacht. Und Afrika Diaspora, was machen wir? Es ist eine Nationalplattform für alle afrikanische Diaspora hier in der Schweiz. Und wir arbeiten für die Menschenrechte. Und wir arbeiten auch für die wirtschaftliche Integration der Afrikaner in die Schweiz. Und während dieser Arbeit haben wir eine Kosovarin auch adoptiert. Jetzt haben wir eine Schwester von Kosovo. Und wir arbeiten gerne zusammen. Eine wunderschöne Frau und macht alles, dass die Menschheit immer zufrieden sein. Danke vielmals. Also. Heart is sinking, my tears no more. Oh, sailing boat, where are you? Oh, sailing boat, where are you?
heart is sinking, my tears no more. Oh, sailing boat, where are you? Behida hat viel gemacht mit den Menschen. Und sie hat auch im Boot viele Sachen gemacht wegen die Asylanten. Und Sailing Boat, dieses Schiff, wo bist du? Where are you? I am sinking. I can't cry anymore. Please come and take me. Oh, sailing boat, where are you? 'Cause my heart is sinking, my tears no more. Oh, sailing Gjitha të mija dhe ty, faleminderit që ja që sagt, asë që me kujdes për librat për gjitha. Qka mu dhe në shtarona. Falenderoj nga zemra të të zbejde për këtë mirënjohje. Kjo është një nder i veçantë për mua dhe me bindje them se humanizmi lindet dhe nuk fitohet. Sie hat, was viele Menschen nicht tun, es können getan. Sie war vielseitig, fleißig. Sie wusste, was zu tun ist. Ich freue mich, dass hier Arbeit gekannt wird. Alles ist mit wenigen Mitteln getan. Eine Frau hat ganz alleine mit ihrer Entschlossenheit mehr Immigranten hier, aber auch im Kosovo-Krieg geholfen. Der Sieg kam, aber die Folgen waren enorm. Ich habe in die Revista mit Andrea Nuver, Andrea Mayer und alle Beteiligten, wo wir haben gesammelt, die Namen nennen und durch diese Namen nennen, ich konnte auch Revista also schreiben. Warum? Weil von 1993 und bis heute die Menschen, wo sie verschwunden wurden, über Meer, über Krieg und ungerecht behandelt und Kinder, Frauen, also von der ganzen Welt, von 65.000 Menschen, wo Namen nennen wir haben geschrieben. Da sind die Menschen. Das hat auch Eichheier gefressen, die sind auch selber gestorben, die sind Hunger, Angst, geschossen, massakriert, Kinder, Mami mit Kindern im Meer gestorben. Also die haben kein Grab, die haben ein Grab an der Buch von Eichheier. In the fish. Për sot më duket reunioni e fundit për japim. Faleminderit ju që na ndëgjoni, do shtaj një mërzi, por na falni se të punon njëri me tragjedinë ose me dhimbjen e dikujt është shumë vështirë. Shumë. Shpesh herë unë di që ndoshta për natën nuk mund të flas, sepse kam dëgjuar diçka që s'ma ka marrë mendja që ku ka njeriu i ke bërë. Ku ka njeri, ku ke bërë. Vetëm ai që ka lënë shizofrenie po çlanduri. Edhe
për nderë punën dhe kontributit saj gjithë kamtarë për popullin shqiptar, anë e madhë dhe për gjithë popull irë territorin në Zvicër dhe ku të është, i ndajmë njojë nga Këshilli Koordinues i Asociacione Familjare për Udhëtimin Personal të Grupeve të Fëmijëve të Lutës, komunicës së madhe, do thotë Behide Hasani. Përshëndetje,